Investimet e vogla private duke shfrytzuar natyrën dhe traditën e zonave shikohet si mundësi e vetme e ringjalljes së zonave rurale, të cilat po boshatisen dhe janë lënë në arrest edhe nga investimet e institucioneve shtetërore. Një shembull i tillë është Strelca në zonën e Gorës në bashkinë e Maliqit. Një fshat me natyrë të përkryer dhe me një traditë kulinarie autoktone, po ndjen një ringjallje për shkak të investimit që ka bërë një nga ish banorët e këtij fshati. Edhe pse nuk ka jetuar vetë në këtë fshat, Erion Kapedani vlerësoi natyrën ku lindi dhe urriti ati dhe vendosi që këtë bukuri t'u ofrojë turistëve vendas dhe të huaj. Është fshati i parë vetëm, këtu ka lidhur babi, ai ka ikur nga vitet 58 nga këtej dhe gjithmonë vinte, gjithmonë shpesh edhe na sillte, e kupton? Edhe na pëlqen, domethënë drejtë. Kur filloi kjo, që filloi turizmi malor, që dhe ne dëgjuam për këtë, vendosëm që të bëjmë diçka. Po, tash që po e shikoj vitin e parë domethënë që është gjithmonë gjë e duhur. Gjatë maj deri në shtator janë të huaj, 90% janë të huaj. Pastaj ne hapim vetëm fundjavave dhe ka shqiptar. Ose disa orë i kalon te pishina, disa orë mund të shkojnë në lumë. Pastaj një ditë të tërë mund ta kaloj duke u ngjitur në mal tek liçenet Valemarës, që janë 8 liçena të lartë. Një tjetër që është liçeni Zik nga Gramshi, është Moglica. Ka shumë gjëra, është një që janë ato kamionet të ura surt që si është poshtë, edhe aty është gjë e bukur. Gjithçka shqiptare, mishin, gjitha se ne i marrim këtu. Marrim gjitha, petka, çfarë them aty, çdo gjë. Çdo gjë shqiptare janë shumë të kënaqur. Dhe në fakt turistët e huaj e kanë gjetur këtë oazë shlodhës në mes të natyrës së paprekur. Shella from Belgium. Vi nga Belgjika, por herë të parë e gjetëm nëpërmjet Booking. Ne mendojmë se është një nga vendet më të bukura që kemi parë, mikpritja të bën çudi. Mësuam të gatuajmë shqip dhe ushqimi ishte shumë i shijshëm. Ja vleti që erdhëm deri këtu. Very nice place. Vend fantastik, njerëz të mrekullueshëm. Përshtypja e parë është e mrekullueshme. Shqipëria është një nga vendet më të bukura që kemi parë. Dhe me sa duket, kjo eksperiencë po shtyn edhe të tjerët në zonë që të investojnë në pronat e tyre. Turizmi në fshatrat e njësisë administrative Gorë ka një zhvillim, si të thuash, kur mund përmendim bujtinat që janë ndërtuar në fshatin Strelc. Pashtu kemi dhe në fshatrat e tjerë të njësisë administrative Gorë, si Zvarisht, Lozhan, pothuajse po përhapet në të gjithë njësinë. Njësia administrative Gorë përfshin 16 fshatra, të cilët po tërheqin gjithnjë më shumë turist vendas dhe të huaj, veçanërisht ato që preferojnë turizmin e aventurës dhe natyrës, duke kthyer këtë krajinë në një nga destinacionet e reja turistike të juglindjes së vendit.